Vllagojës Pasojevich. Unë jam I vetëdijshëm që ju jeni deklaruar një herë lidhur me fajsinë ose pa fajsinë e juaj, megjithatë, me qenë se tani neve se kthehemi rishtazi për shkak se kemi ndryshim të përbërjes trupit gjykuesi, kështu është rregulli procedural, kemi obligim edhe një herë me qenë se tani vetë se kemi konstatuar të lexuar akt akuzën, ani jeni fajtor lidhur me çështjet që ju ngarkon akt akuza. Kao što sam i ranije izjavio, Siç kam deklaruar edhe më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. Me qenë se nuk dëshirojmë të deklarojmë, na konstatojmë që ju nuk e pranoni fajsinë, sepse kjo është edhe rregulli procedural, nëse ju nuk deklaroni, na duhet të konstatojmë që I panderë nuk ka pranuar fajsinë. Por e kam qartë, domethënë deklarimin e juaj. Rregullish, mundi në mur. hvala. Vladimir Tollić. E njëjta pyetje vlen edhe për juve. Ja që ose pikërisht svoje provizioni za Nuk dëshiroj që të deklarohem rreth fajsisë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët. Nuk dëshiroj që të deklarojmë, andaj gjykata konstaton se lieti nuk ka pranuar fajsinë. Dušan Maksimović. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë akt akuzë. Faleminderit. Poštovane sudije, ja sam I nderuar gjyqtar, izneo uvodnu reč na unë e kam dhënë fjalën hyrëse në fillim të shqyrtimit dhe për tash nuk kam asgjë për të shtuar. Vllagojës Pasojevich. Takođe isto stajem pri onome što... Gjithashtu mbes pranë asaj që kam thënë më herët. Poštovani sudija, I nderuar gjyqtar, ostajem pri uvodnoj reči mbes pranë fjalës hyrëse të cilën e kam dhënë ranije më herët na glavnom pretresu. në shqyrtimin kryesor. Iskoristit ću priliku samo da Do ta kažem shfrytëzoj dve rastin rečenice. që t'ju them 2-3 fjali nëse më lejoni. Kao što znamo, Siç e dim, razdvojen je postupak u odnosu na u nda procedurën në raport me Vllagojës Pasojevich dhe Vladimir Tollić i Dušana Maksimovića dhe Dušan Maksimović u odnosu na druge okrivljene. në raport me të akuzuarit të tjerë të cilët janë të akuzuar me këtë akt akuzë të prokurisë speciale. Ja pozivam specijalnog tužioca Unë e thras prokurorin special da izmeni ovu optužnicu që ta ndryshoj këtë akt akuzë, jer smatram da nije sepse više konsideroj se nuk është më adekuate za nastavak glavnog pretresa për vazhdimin e shqyrtimit kryesor i da optuži dhe të akuzoj Vladimira Tollića za Vladimir upravljanje Tollićin për veprimet konkrete. radom. Jer posjećam, ovde se ne sudi Milanu Radojčiću, Sepse ju rikujtoj se këtu nuk gjykohet Milan Radojčići, por Vladimir Tollić, Vllagojës Pasojevich I Dušan Maksimović. Faleminderit. Vladimir Tollić, a keni më shtu diçka për të jasaj që tha mbrojtësi juaj? ostajem pri onome što sam rekao, ja ništa reći. Mbetem pranë asaj çfarë kam thënë, nuk kam asgjë për të shtuar. Faleminderit. Poštovani sudije, ja u celosti... I nderuar gjyqtar, në tërësi mbes pranë fjalës hyrëse, të dhënë pranë gjykatës me parashtresë me shkrim të datës 17 prill 2025. Gjithashtu mbes edhe pranë parashtresës me shkrim që ka të bëjë me ndëgjimin e dëshmitarëve, të cilin e kam dorëzuar në gjykatë me 9/7/2025 dhe me 7 nëntor 2025 dhe pranë propozimit për të gjithë dëshmitarët paraprak të ndëgjuar. Gjithashtu propozoj që të caktohet ekspertiza në lidhje me llojin e uniformës, koja je prezentirana na strani 132 optužnice, e cila është e prezantuar në faqen 132 të akt akuzës, koja se tiče dhe ajo që ka të bëjë me veprën konkrete e të cilën më herët kam kërkuar nga ana e prokurisë speciale çfarë do fotografie e cila do të ishte domethënë adekuate për ekspertizë e cilën nuk e kam pranuar. Gjithashtu propozoj që të caktohet ekspertizë në raport me identifikimin me armat kontestuese për të cilën prokuroria thotë se bëhet fjalë për një pushkë sniper, përderisa ne si mbrojtje pretendojmë se është pushkë ajrore, prandaj kërkojmë ekspertizë në këtë raport dhe kërkojmë që të na dorëzohen gjitha provat e kërkuara, ashtu që të mund të kryhet ekspertiza nga ana e ekspertit të licencuar.
Gjithashtu, në tërsi pajtohu me kolegun Delević, i cili sot e ka prezentuar një qëndrim se aktakuzat duhet të ndryshohet, sepse çdo herë që kërkojmë na dorëzojmë provat në tërsi, përgjigjja e prokurorit special është e njëjtë, se bëhet fjalë për provat që kanë të bëjnë me veprën penale, domethënë shpërlarje e parave, dhe se të njëjtat nuk mund të na i dorëzojnë, ndërsa në aktakuzën të njëjtat të përmbajtur dhe nuk e dim se nëse ndonjë provë është domethënë në favor të mbrojturit ton apo jo. Prandaj nga kjo arsye konsiderojmë se është i domosdoshëm individualizimi dhe se në këtë akuzë sakt të caktohet se cilat vepra i vijen, domethënë të pandehurve konkretisht. Pajtohem në plotni dhe nuk kam asgjë për të shtuar. Në këtë gjykat janë dëgju dëshmitarët Alban Reshite, Shlerim Shashire, Mirsat Krëziu, Elias Peci, Avni Shala, Fajri Shala, Sadat Dushet, pastaj dëshmitari Anonim Efne, dëshmitari Halim Behramaj, dëshmitari Rade Nedelsković, pastaj dëshmitari Velko Ilić, dëshmitari Anonim Ozë, dhe dëshmitarja Dragana Antonjević. Për më tepër, kjo informoj punëve që ne kemi mbet, siç e dini nga seancat e kaluara, që ta dëgjojmë dëshmitarin Goran Tanevski, por që deri në këtë moment nuk kemi arrit me siguru nëpërmjet videolinkut, megjithatë para të sa zgjat kjo procedurë para se ne vazhdojmë me provat materiale, gjykata do të bëjë çdo përpjekje në koordinim me autoritetet maqedonase që të njëjtin ta kemi nëpërmes videolink. Pra kjo është rrjedha e procedurës. Deri këtu po filloj për juve prokurorin e Rum, por se keni propozime lidhur me historinë e procedurës, fjala për ju dhe pastaj do vazhdojmë me radhë. Faleminderit kryetar, në qenë se kemi ndryshim të kryetarit të grupit gjykues dhe anëtarët të grupit gjykues, në pajtim me nenin 307 të kodit të procedurës penale, përkatësisht paragrafin 3 të këtij kodi, konsiderohet se ky shërbim duhet të bëjë në rishfazim. Megjithatë, për arsye të ekonomizimit të procedurës penale, është mandatar në proces. do duke pasur parasysh se provat janë administruar rregullisht. Këtë rast kemi dëgjuar një mëri të dëshmitarëve të propozuar nga ana e prokurorisë. Prokuroria i propozon gjykatës që të lexohen formalisht të gjitha këto deklarata në mënyrë se ato të bëhen pjesë e shqyrtimit të ri gjyqësor dhe që procedura të vazhdoj në fazën aty ku kanë vjetur pa përsëritje të panevojshme të provave. Kjo zgjedhje është në përputhje edhe me kodin e procedurës penale, siç e thashëm në nenin 307 të kodit të procedurës penale, i cili garanton lidhshmërinë e procedurës dhe shmang zvarritjen e panevojshme të një gjykimi që në fillim ka ndëgjimin e dëshmitarëve një herë përsëri. Vajtohem me qëndrimin e prokurorit dhe e kam edhe një çështje se përket kërkesës kolegës, edhe pse unë nuk kam dilema, plotësisht pajtohem edhe me qëndrimin e dytë prokurorit lidhur me provat. Është mirë sa ju më njëherë me marrë një vendim për këtë çështje që me kriju një bazë legale edhe mos më lën hapësinë eventualisht pastaj në ankesë me vepru kushdo qoftë. Faleminderit. Faleminderit ju avokat. Në partë të dëmtuar, a keni diçka më shtu, a japni pëlqimin në propozimin e prokurorit special apo keni diçka në kundërshtim? Po, a më konstatu përgjithë që përkrohen propozimin e prokurorit special, që të procedohet me leximin e prova, marrë parasysh shpatën, se dëshmitarët e se janë dëgjuar në shqyrtim gjyqësor. I nderuar gjyqtar, të rralla janë situatat kur prokuroria dhe mbrojtja pajtohen. Kjo është një nga ato situatat. Nëse do të fillonim rishtazit, domethënë shërtimin kryesor, ne do të humbnim shumë kohë
dhe nuk do të fitoni asgjë në shiqim efikasnost të efikasitetit čitavog postupka, të tërë procedurës, konkretisht të shqyrtimit kryesor. Prandaj pajtohem me prokurorin dhe e mbështes propozimin e tij. Në fakt, kjo dëshmitare ka dhënë deklaratën e saj në prokurori në datë 16/5/2024. Ishtë mandatori prokuror për proces kjo. Dhe që kjo gjykatë në përbërje të trupit gjykues që ka qenë më herët, ka bërë përpjekje të vazhdueshme që ta kontaktoj në adresë siç e ka specifikuar në deklaratën e saj, por që e njëjta nuk është përgjigjur në rregull ftesat e saj gjykate, dhe nga njëftime që kemi marrë deri më tani, e njëjta daton që të jetë larguar nga territori i Republikës Kosovës dhe jeton diku në territorin e Republikës së Serbisë. Megjithatë, deklarata e saj nuk lidhet drejt për drejt dhe specifikisht tani me të akuzuarin Dušan Maksimović, por që e njëjta transmetore ka dëshmuar rreth ngjarjes së ditës kritike të datës 24 shtator, cilën ajo ka qenë të punësuar në Hotel Rajnska-Banjska. Lidhur me këtë, prokuroria Ka qenë e punësuar? e punësuar në Hotel Rajnska-Banjska. E punësuar në hotel Rajnska-Banjska, thashtë? Po. Mirë Po, me qenë se dëshmia e saj do të zvarrite procedurën gjyqësore edhe me tutje, prokuroria i ka propozuar asaj gjykate se deklarata e saj, që deklarata e saj të lexohet, dhe që në fakt gjykata ka aprovuar këtë propozim dhe gjykata e ka aprovuar këtë propozim dhe kemi kaluar në dëgjimin e dëshmitarëve të tjerë, ashtu si që e vjetruar edhe jo pari procedurë. Prandaj, nuk është të rëndësishme që edhe një herë kjo dëshmitare të sillen në gjykatë me kërkesa të kësaj gjykate për faktin se deri me tani nuk kemi njoftim të ri që e njëjta është kthyer në territorin e Republikës së Kosovës. Përndryshe, as prokuroria nuk e kundërshton dëgjimin e saj, sepse vetë e ka propozuar në akuz, dhe natyrisht do të ishte në interes që njëjta të lidhet të deklarohet ato çka ka thënë prokuroria speciale. Atëherë, duke gjykuar pas marrjes propozimin nga prokurori social dhe marrjes së mendimit të mbrojtësit pandevre, përfaqësuesit palët të turë dhe të dëmtuar, bazuar në ligjin 307 paragrafin 1 në agendë, konsiderohen të lezuara veprimet e ndërmarra në seancat e datave 25/09/2024, 09/10/2024, 17/04/2025, 09/06/2025, 11/06/2025, 12/06/2025, 13/06/2025, 18/07/2025, 21/07/2025, 22/07/2025, 24/07/2025, 20/10/2025, 21/10/2025 dhe 17/12/2025. Për qenë më i qartë, pra konsiderojmë të lezuar gjitha deklaratat e dëshmitarëve që janë dëgjuar në shëtime gjyqësore me përqimin e gjitha aktorëve. Lidhur me çështjen, veç atë orë. Ngritur nga avokatja Jovana, që është në interes të mbrojtjes të bëhen përpjekje të radhës që të dëgjohet dëshmitarja Dragana Antonjević, trupi gjykues, ani pse nuk ka arritur deri tash të siguroj prezencën e saj, përkundër faktit që nga gjykata janë bërë gjitha përpjekjet dhe marrë për bazë faktin që ne vetë se kemi të aprovuar që të dëgjohet edhe dëshmitari Miloš Radosajlević, si trup gjykues do të bëjmë edhe një përpjekje të radhës
po që se do të mund të asigurojmë dëshmitarën Dragana. Megjithatë, po që se edhe konfirmimet e radhës janë të njëjta nga ato paraprape, edhe deklarata e kësaj dëshmitare do të mbetet e lezuar si e dëshmitarëve tjerë, në mënyrë që mos të përnëmbohet procesi gjyqësor